Armik, thot I Zotit jeti, thot antikrishti. Unë e dua Allahun e lartësuar, krijuesin e gjithësisë. E dua Allahun e lartësuar ashtu siç ai e ka përshkruar veten e tij në Kur'an. Zoti I gjithësisë e ka përshkruar veten e tij në Kur'an ku thot lem yelid wa lem yulad. Ai nuk është I lindur dhe nuk ka lindur kënd. Zoti I gjithësisë thot për veten e tij në Kur'an Qul huwa Allahu ahad. Thuaj ai Allahu është një. Allahu la ilaha illa hu. Thot Zoti I gjithësisë në Kur'an Allahu nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Zoti I gjithësisë na tregon në Kur'an se ai nuk ka bashkëshorte. Është mangësi, thuash për Zotin krijuesin absolut, se ka bashkëshorte, ka nevojë për bashkëshorte, ka nevojë për fëmijë. Është mangësi për Allahun e lartësuar. Zoti I gjithësisë na tregon në Kur'an, libri I fundit hyjnor që I ka zbritur profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Libri I fundit hyjnor nuk ka në të kontradikta. Është origjinal siç ka zbrit prej të madhit Zot. E për sa I përket Isait alayhi salam, pra Jezusit, është njëri ndër profetët më të zgjedhur të Allahut të lartësuar. Është njëri prej 5 profetëve më të zgjedhur të Zotit gjithësisë. Dhe ne si musliman e duam Isain alayhi salam shumë. Nuk bëjmë përjashtim mes profetëve, por e duam dhe e besojmë Isain alayhi salam ashtu siç ai ishte në të vërtetë. Rob I Zotit dhe I dërguari I tij. Erdhi si përgëzues për ardhjen e Muhammedit alayhi salam. Kështu na mëson I madhi Zot, Allahu I lartësuar në Kur'an. Kështu na ka treguar edhe profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Prandaj unë të ftoj edhe ty që të reflektosh, ta lexosh Kur'anin, të lexosh se si flet, sa bukur flet I madhi Zot në Kur'an për Isain, për Jezusin alayhi salam. Të lexosh për Zotin e gjithësisë, krijuesin absolut, I cili është pa tmeta, pa mangësi. Mangësit I kemi ne si njerëz, jo Zoti, krijuesi I gjithësisë. Po ta besosh Allahun e lartësuar një të vetëm, të besosh dhe të pasosh profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, me këtë besim, të besosh se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, të besosh se Isai, I biri I Merjemes, është rob I Zotit dhe I dërguari I tij, fiton xhenetin, lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Unë të ftoj ta lexosh Kur'anin. Dhe kur ta lexosh Kur'anin, lute Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj ta pasosh të vërtetën.